Përshëndetje të gjithëve, Kryeministër, Ministra e Ekonomisë, të nderuar kryetar. Tani ne sot në fakt jemi mbledhur për një nga instrumentat më të rëndësishëm për sa i përket zhvillimit të territorit që sot bashkitë kanë në dispozicion, që është paketa e maleve, i cili realisht mund të hapi një dritare të re zhvillimi për territore. Besoj që vetë vizioni që kjo paketë ka është zhvillimi i territoreve në brendësi të bashkive, të cilat realisht ka nevojë për një model të ri të zhvillimit ekonomik. Dhe besoj që mundësitë që krijohen nga kjo paketë me procedura të thjeshtuara për gjithë ata cilët janë të interesuar, por gjithmonë duke u bazuar patjetër dhe në prioritetet që bashkitë kanë në territor, unë mendoj që të gjithë së bashku ne realisht mund të bëjmë një ndryshim të jashtëzakonshëm për sa i përket përfshirjes të zhvillimit ekonomik në çdo cep të Shqipërisë. Nuk do të ndalem gjatë për sa i përket potencialit të jashtëzakonshëm që ne kemi në territor. Të gjitha bashkitë këtu kanë risorse natyrore të jashtëzakonshme, sidomos duke pasur në krah edhe erën e zhvillimit të sektorit turizmit në nivel kombëtar. Besoj që krijon një sinergji të jashtëzakonshme dhe që patjetër duhet të drejtohet me shumë fokus dhe shumë energji nga kryetarët e bashkive, të cilët kanë një rol shumë të rëndësishëm dhe kyç për sa i përket suksesit të kësaj nisme. Unë jam shumë i lumtur sot, në fakt, që të përmend edhe disa histori suksesi për treguar që kjo është një paketë e cila realisht mund të marrë atë drejtim që ne të gjithë duam. Ne tashmë kemi 5 bashki, të cilat edhe duke ndjekur rregullat e reja të udhëzimit të ri, që ju të gjithë jeni në dieni, tashmë kanë avancuar për sa i përket përcaktimit të zonave prioritare, duke filluar me bashkinë Tropoj, Elbasan, Belç, Përmet dhe Skrapar. Janë 5 bashki të cilat patjetër kanë marrë dhe asistencën e agjencisë veçqeverisës vendore, dhe patjetër ky grup pune do të jetë në dispozicion të gjithë kryetarëve, siç u kemi bërë ndjeni, që ne të ecim me hapa të shpejt për përcaktimin e zonave prioritare. Dhe vetë udhëzimi tashmë është shumë i qartë për sa i përket lehtësirave që bashkitë kanë për të përcaktuar këto zona, të cilat patjetër duhet të jenë të fokusuara nga të çfarë janë prioritetet në territor dhe duke referuar dhe atyre po i quajmë kërkesave ose shprehjes së interesit që investitor potencial, njerëz të cilët janë të lidhur me tokën, por dhe njerëz të cilët nuk ndodhen fizikisht në territor, por që patjetër kanë një lidhje direkte me zonat përkatëse, të kenë mundësi për të zhvilluar projektet e tyre. Tani në këtë rast e suksesi unë do doja të përmendja që vetëm në këto 5 bashki ne kemi evidentuar, në fakt numri i kërkesave është mbi 500, ose numri i shprehjes së interesit është më shumë se 500, por janë 33 projekte të cilat janë tashmë evidentuar që kanë një potencial shumë të lartë që realisht të ecin me hapa shumë të shpejt. Vlera e këtyre projekteve shkon, dhe unë po tregojmë konservator në këtë shifër, është së paku fillon nga 10 milion euro, totali investimeve, bëhet fjalë për qindra vende pune, bëhet fjalë për zhvillimin e zonave të cilat realisht këto sipërmarrje të reja mund të krijojnë një zinxhir të tërë ekonomik në këto zona të thella, të cilat janë përcaktuar patjetër nga bashkitë, dhe besoj që nuk ka nevojë për shumë fjalë për treguar se çfarë instrumenti i rëndësishëm është ky për bashkinë nëse ne arrim të japim përgjigje kërkesave që territori ka, sidomos në zona të thella, për të krijuar zhvillim ekonomik dhe patjetër për t'i dhënë mundësi të gjithë banorëve të atyre zonave që të përfshihen në një model të ri të zhvillimit ekonomik që patjetër kanë fokus turizmin, blegtorinë e tjerë me radhë. Unë besoj që kjo është një ditë e cila për gjithë kryetarët e bashkive duhet me shpejtësi shumë të madhe. Ju duhet ngriheni patjetër në lartësinë e kësaj mundësie të jashtëzakonshme që kjo paketë ligjore ofron tashmë për bashkitë. Është një nga instrumentat më direkt që bashkitë kanë për të çuar zhvillim ekonomik territor. Dhe patjetër që ne jemi këtu, duke filluar patjetër me Ministrinë e Qeverisës Vendore, por patjetër dhe me Pushtetin Vendor, por patjetër dhe me Agjencinë Përkatëse, që ne të jemi në mbështetjen tuaj që të ecni sa më shpejt në këto hapa. Në qoftë se unë do ndalesha shkurtimisht tek udhëzimi i ri për përcaktimin e zonave prioritare, kryetarët e bashkive përcaktojnë zonat prioritare, kuptohet në bazë të grupit punës dhe volumit të kërkesave që kanë në territor.
ju e sillni propozimin me argumentat përkatëse dhe patjetër në bashkëpunim dhe ANSHK-n për të pasur një informacion të përgjithshëm të pasurive që ndodhen në zonat prioritare. Kuptohet që i gjithë ky proces është i fokusuar në pronat cilat janë prona shtetërore dhe patjetër nuk kanë kontestim mbi të gjitha nga komuniteti. Të gjitha ata cilët kanë meratje për sa i përket konfuzionit apo keq kuptimeve që mund ndodhin në territor, kjo nuk ndodh. Sepse vetë bashkia është aty për të garantuar transparencën dhe për të shpërndarë informacionin e duhur për secilin nga aplikimet që duhet të bëhet publik për 45 ditë, duhet konsultohet me publikun dhe në rastet ku ne nuk kemi përplasje të kësaj natyre, patjetër që procedurat vazhdojnë me vendimin e Këshillit Bashkiak të kryetarëve të bashkive dhe më pas kuptohet që aplikanti ka drejt të vazhdojë me procedurat në AZT për sa i përket lejes zhvillimit dhe në Ministrinë e Ekonomisë që patjetër ministrja do flasi pak më gjatë. Unë nuk dua të marrë më shumë kohë. Ajo çfarë unë do doja të jepja një mesazh të fundit, duke qenë si ju pak muaj më parë, është që realisht kjo është një nga ato instrumentat që bashkitë shpeshherë e kanë ngritur zërin për të pasur mundësi për të zhbllokuar zhvillimin e zonave të caktuara, ku pronësia mund të ketë qenë problem. Dhe patjetër ne dim shumë mirë se çfarë arme jashtëzakonshme është për bashkitë për të garantuar që ne të kemi arsye që njerëzit të rinë territor, të kemi arsye që njerëzit të kthehen në zonat caktuara dhe aq më tepër të japim fleksibilitet të gjithë atyre të cilët kanë shpirt sipërmarrës. Dhe këtu jemi në një model të jashtëzakonshëm për sa i përket se çfarë mund bëhet me punë, vullnet dhe patjetër me shumë dashuri. Dhe unë jam i bindur që ne kemi shqiptar në çdo cep territori, por mbi gjitha në të katër anët e botës, të cilët kanë shumë dashuri për vendet nga ata kanë prejardhjen e tyre dhe patjetër janë shumë të hapur për të bërë këto investime. Ne shumë shpejt atë portal që kemi sot për shprehjen e interesit do ta kalojmë në një kontekst tjetër. Të gjitha bashkitë që tashmë përcaktojnë zonat prioritare do të jenë transparente, publike për të gjithë të interesuarit. Aplikimet do të shkojnë nëpërmjet portalit patjetër në bashki dhe patjetër që qeveria do të ndjeki duke qenë aktore edhe përcaktuar nëpërmjet vendimit të Këshillit të Ministrave zonat prioritare. Ne do të ndjekim me përparësi që të gjitha afatet të zbatohen nga të gjithë aktorët në këtë proces. Patjetër bashkitë duhet të bëjnë të tyren, por dhe ne kemi afatet tona, Ministria e Shtetit për Pushtetin Vendor, Ministria e Ekonomisë, patjetër ASHK-ja, AZT-ja e tjerë me radhë. Prandaj ne jemi të gjithë në një varg dhe duhet gjithë vozisim në atë drejtim që ne duam që t'i japim një shkëlqim akoma dhe më të madh të gjithë atyre zonave malore, por jo vetëm, të cilat realisht sot janë duke lënguar për të zhvilluar një model të ri të ekonomisë lokale. Faleminderit. Fjalën e ka Ministrja e Ekonomisë. Faleminderit Ervin, përshëndetje të gjithëve. Është kënaqësi të jemi sot bashkë këtu për të folur për ecurinë e paketës së maleve, e cila ka nisur si një politikë që kërkon të japë zgjidhje një problemi të vjetër, por duke krijuar mundësi të reja për të gjithë territorin e vendit. Ne të gjithë vitet e fundit kemi qenë dëshmitar të zhvillimit që turizmi ka pasur në vendin tonë dhe përjedhoi të nxitjes që zhvillimi turistik i ka sjell gjithë rritjes ekonomike të vendit tonë, pasi turizmi është një sektor kyç i cili nuk qëndron i vetëm në sektorët e ekonomisë, por është një sektor që gjeneron një efekt multiplikues i cili dyfishon ato investime dhe të ardhurat që gjeneron dhe në sektor të tjerë si transporti, si konsumi, si tregtia me pakicë. Pra, është një sektor i cili duke u zhvilluar gjeneron punë, jo vetëm për ato investime që bëhen në sektorin e turizmit, por dhe gjithë investimet që janë të lidhura me të. Dhe qytetet të ndryshme kanë parë një rritje të numrit të turistëve gjatë viteve të fundit dhe kjo është transferuar në rritje të mirëqenies, në rritje të ardhurat të qytetarëve, jo vetëm nëpërmjet punës që krijon një hotel, një bujtin apo një restorant, por nëpërmjet gjithë zinxhirit të vlerës që krijon. E vërteta është që Shqipëria është ndër ato vende që vitet e fundit ka pasur rritjen më të madhe të numrit të turistëve, ka pasur aeroporti i Tiranës ka pasur rritjen më të madhe të fluturimeve dhe të pasagjerëve. Pra, shifrat janë aty dhe tregojnë qartë që ne në përmjet politikave që kemi zbatuar për nxitjen dhe incentivimin e sektorit turizmit kemi qenë të suksesshëm. Por sfida është se si do të vijojmë të mbetemi të suksesshëm, do të vijojmë të mbetemi relevant në këtë drejtim.
Dhe në fakt zhvillimi i turizmit është një zhvillim i cili është i polarizuar, është një zhvillim i përqendruar në Bregdet dhe në qytetet kryesore me potencial historik, por ka një territor të jashtëzakonshëm që i përket zonave malore që mbetet ende i pashfrytzuar. Pse thash është një politikë e re që jep përgjigje një problemi të vjetër, sepse ju e dini fort mirë që sa herë që në dyert e bashkive që përfaqësoni troket një person që ka interes në investim, ju jeni të detyruar mos e çoni procesin përpara për shkak të problematikave të pronësisë që janë aty dhe që duhen zgjidhur. Nëpërmjet projekt ligjit që u miratua disa muaj më parë, ne kemi menduar një mekanizëm i cili kërkon një koordinim shumë të ngushtë të gjithë aktorëve qeveritar, pra duke filluar nga ju, duke vazhduar me ASHK-n, duke vazhduar me Ministrin e Shtetit për Pushtetin Vendor, duke vazhduar me AZT-n, me Ministrinë e Ekonomisë, por edhe me Ministrinë e Financave. Kërkon një mekanizëm, një bashkëpunim të fortë në mënyrë që ai potencial që ky territor ka të zhvillohet dhe të çlirohet nga ato problematikat të kaluarës. Ne besojmë fort që ato investime që Ervini paraqiti, pra ato kërkesa, ato shprehje interesi, mund të realizohen në një kohë shumë të shkurtër, nëse angazhohemi të gjithë. Dhe dua të përgëzoj ato bashkitë e para të cilat e kanë sjell propozimin pranë qeverisë nëpërmjet Ministrit për Pushtetin Vendor, pra Tropoja, Elbasani, Belshi, Skrapari, Përmeti, janë të gjithë bashkitë që janë para roj, dhe do t'ju ftoja të gjithëve ju që të ndiqni modelin e tyre dhe të vinë në garë me njëri tjetrin në fakt, pasi jo vetëm ky projekt ligj zgjidh një problem të madh të çliron një problem të madh të pronës, por i jep 500 përfituesve të parë një sër masash të lehtësirave fiskale, siç është përjashtimi nga TVSH-ja, përjashtimi nga taksa e ndikimit në infrastrukturë, përjashtimi nga taksa e pronës dhe përjashtimi nga tatim fitimi për 10 vite. Nuk janë pak, janë nxitje të cilat bashkë me zgjidhjen e problemit të pronës do të ndikojnë në atë akselerimin e investimit të investitorëve dhe unë, siç thash, do t'ju sugjeroja që të bëheni ndër të parët, që të punoni me investitorët që keni në territoret tuaja, me qëllim që të përfitohen nga këto lehtësira fiskale. Për herë të parë, ne si qeveri e shohim dhënien e të drejtës së pronës me detyrim për zhvillim. Shumë vite kemi parë dhënie të drejtës së pronës dhe prona të cilat tashmë mbeten aty, qytetarët marrin pronësinë e tyre dhe mbeten të pazhvilluara dhe nuk japin një kontribut në zhvillimin ekonomik të secilës prej bashkive tuaja. Ne, nëpërmjet këtij projekt ligji, do t'i japim qytetarëve dhe investitorëve mundësinë për të zhvilluar pasurinë e tyre, duke marrë të drejtën e pronësisë me 1 euro, pra me një çmim fare simbolik, me kushtin që ato të realizojnë investimet e tyre në një kohë të caktuar. Pra të gjithë këto benefite do të jepen me këtë kusht, sepse është e nevojshme që ne të nxisim zhvillimin në këto zona, është e nevojshme që për të arritur ato potenciale të turizmit që neve duam të arrijmë, për të nxitur turizmin gjithvjetor, të bëjmë investime dhe të bëjmë në një kohë sa më të shkurtër. Ndaj, nxitja ime për gjithë ju është që ne gjithë së bashku të punojmë të koordinuar me qëllim që atë mundësi që na jep ky projekt ligj të mos e lëmë të flënë sirtar, por të luftojmë secili me armët e veta me qëllim që të realizohet sa më parë. Ju falenderit. Mirë, shumë faleminderit. E pam të udhës ta bëjmë këtë takim edhe publik, sepse ne besojmë që bëhet fjalë për një politik jashtëzakonisht nxitse për të krijuar një platformë investimesh në territoret malore. Dhe fakti që në ditën e parë që u hap kanali i komunikimit online lidhur me këtë paket, pati 800 shprehje interesi nga shumica dërmuese shqiptarë jashtë Shqipërisë, flet vetë për
fuqin të rejse që ka kjo paket. Por nga ana tjetër, e bëjmë këtë takim sepse kemi shqetësimin që po ecet me një ritëm jashtëzakonisht të ulët në raport me atë që paketa vet ka në thelb, shpejtësinë. Shpejtësinë në kuptimin e një burokracie të lehtësuar maksimalisht dhe shpejtësinë në kuptimin e mundësisë për t'i dhënë një përgjigje shumë të shpejtë atyre që shprehin këtë interes. Dhe kjo vonesë është dekurajuese për ata të cilët tani më e kanë quar sinjalin e tyre që janë të interesuar të hynë në këtë proces dhe prej disa muajsh nuk kanë marrë akoma përgjigje. Dhe kjo është tërësisht e kundërta e frymës me cilën u konceptua dhe u aprovua kjo paket. Nga ana tjetër, vetë paketa e pranoi që ka disa ngarkesa të tepërta nga pikpamja burokratike, edhe pse është shumë më e lehtësuar se sa çka qenë ndonjëherë më parë një proces për të pasur akses në një pronë të cilën e disponon de facto, por nuk e disponon me letra, dhe për këtë arsye unë i kam thënë edhe disa deputetëve që më kanë shprehur të shqetësim që të bëjnë amendimet përkatëse të ligjit dhe me shpejtësi të lehtësohet ligji edhe nga ndonjë ngarkesë të tepërt. Por ama ngarkesat nuk kanë lidhje me vonesën nga ana juaj. Vonesa nga ana juaj është vonesa e juaj. Ti Kreshnik, për shembull, çfarë ka penguar ty që të bësh hartën e zonave prioritare dhe ta dërgosh në qeveri? Po pse nuk e ke dërguar në qeveri? Ku e ke dorëzuar? Ku e ke dorëzuar? I kemi shpallur zonat prioritare në Kryeministër. Po ku i ke dorëzuar, mëse zonat prioritare nuk i shpallti. Zonat prioritare i kemi identifikuar, identifikon, i çon tek Ministri i Pushtetit Vendor dhe Ministri i Pushtetit Vendor ja jep tryezës qeverisë për të dhënë miratimin. Po jemi duke pritur përgjigje nga SHK-ja se nëse kanë probleme me Ti nuk e nëse je duke pritur përgjigje nga SHK-ja se nuk ta drejtova kot pyetjen dhe ta drejtova se të pash ty, po këtë pyetje mund të drejtoj të gjithë të tjerëve, edhe ty që tu në kokën dhe që njësoj si ai nuk e ke bërë këtë gjë. Nëse ti pret përgjigje nga SHK-ja, ti nuk e kuptuar ligjin. Nuk e kuptuar paketën, nuk e kuptuar asgjë. Sepse paketa është eksaktësisht ilaçi për një dhimbje 30 e kusur vjeçare të njerëzve që e kanë tokën, nuk e kanë pranuar 7501, ose për 1001 arsye nuk e kanë marrë akoma dokumentin që i jep edhe me letër ato që e kanë me zakon, dhe duan të investojnë në tokën e tyre, mirë po, të gjithë kemi ngritur duart lart me vite sepse s'kan letrat. Bëm ligjin 2020 për të adresuar këtë problem dhe përsëri rezultati nuk ishte ai i dëshiruari, sepse përsëri ka një komplikim të pashmangshëm, mendoj unë, për të marrë gjithë miratimet e të gjithë atyre kufitarëve të pronës përkatëse, gjë që në shumë raste
shfaqet shumë e komplikuar për faktin se kufitarët mund të jenë në vende të ndryshme të botës, për faktin se një pjesë e tyre edhe nuk gjenden, për faktin se një pjesë e tyre edhe mund mos duan etj. Dhe pikërisht për këto arsye, ne kemi ndërtuar këtë paketë, e cila i jep mundësinë atij që e ka tokën, që të vi në bashki dhe thot, unë dua të ndërtoj këtu një agroturizëm, dua të ndërtoj këtu një ferm, as ti nuk e ke sjell, kështu mos pyet Ilir Xhakollin. Edhe një herë tjetër, po të them për paketën, që paketa i jep përgjigje edhe asaj problematike që nuk ja jep ligji 2020. Këtë po të shpjegoj. Po në qofë se do flasësh me Xhakollin, nuk e ndjek se unë po them eksaktësisht, nuk ka nevojë, unë po them eksaktësisht të njëjtën gjë. Që, nuk, tani ti, unë e di që ti ke kapacitet e Leninit që të flasësh në të njëjtën kohë me 7 veta, por unë po them që pikërisht se 2020 nuk na e dha rezultatin e pritshëm, edhe për shkak të faktit që juridikisht ishte pamundur të kapërcejë për pjesa ku duhej marrë miratimi i gjithë të tjerëve, u bë kjo paket për të lehtësuar totalisht ata që duan të investojnë në tokën e të parëve të tyre dhe që nuk i kanë dokumentat. Për këtë u bë. Vinë në bashki, shprehin interesin, dhe bazuar në faktin që toka nuk është një territori kontestuar, siç është rasti në shumicën dërmuese të këtyre zonave, ku territoret përkatëse aty ku 7.500 ishin nuk është pranuar, nuk janë të kontestuara në shumicën dërmuese, publikohet shpreha e interesit për të pritur kontestime nëse ka, për 45 ditë, që dhe kjo është një afat që mund bëhet dhe më i shkurtër, dhe në momentin kur nuk ka kontestime nga të tjerë që thonë jo se kjo është toka ime, atëhere personi i drejtohet ministrisë përkatëse me projektin dhe merr një kontratë e cila është një kontratë me €1, si që jepet një kontratë për një tokë publike, ai e bën investimin dhe deri kur të zgjidhet përfundimisht problemi dhe ai të regjistrojë në hipotekë tokën edhe fal investimit, zotron plotësisht të drejtën që të bëj investimin. E njëjta gjë vlen edhe për marrjen e mbështetjes nga fondet të ndryshme, përfshirë dhe fondet e Bashkimit Evropian, kur ke në dispozicion këtë dokument, këtë kontratë, këtë marrëveshje të drejt për drejt të menjëhershme, pa burokraci, pa histori. Tani, ajo që ne nuk kemi pritur është që procesi të ngeci aty ku në fakt është hapi më i thjesht dhe më i shpejt, hapi juaj, që të përcaktoni zonat dhe t'ja çoni qeverisë. E thonë në këto zona ne duam të hapim rrugën e kësaj pakete. Duke praktikisht përjashtuar vetëm ato pjesë që janë zona të mbrojtura e kështu me radhë, ku përsëri ekziston mundësia e bërjes një investimi me karakteristikat e përcaktuara në ligjin përkatës, por që në atë rast duhet kaloj nga tjetër kanal. Tani, pse nuk bëhet kjo? Çfarë e pengon këtë punë që njerëzit të rrinë presin që t'ju hapet rruga dhe nuk kemi hartat e këtyre zonave të përcaktuara, vetëm
Përmeti, Skrapari, Elbasani, Belçi dhe Tropoja kanë sjell harta. Shumë e thjeshtë. Unë do lutem shumë që e para të bëni me njëherë përcaktimin e zonave, duke përfshirë në këndvështrimin tim sa më shumë territore, thash, përveç atyre pikave ku për arsye ligjore është e pamundur të investohet. Më dëgjon ti kryetari i Bashkisë Kuksit? Ha? Ti më dëgjon, po nuk e di jam kupton. Sepse një nga shtysat kryesore për këtë paket kanë qenë kuksianët. Ku niveli i interesimit për të investuar në ato territori është shumë i lartë nga ata që janë në emigracion. Dhe sa herë kam ardhur atje, edhe zotrote ma kanë ngritë të problem që kemi shumë kërkesa, po s'kan letrat e tokës sepse nuk e kanë pranuar 7501. Ka 5 muaj që i kanë dispozicion. Të gjithë instrumentat dhe ti akoma nuk e sjell hartën. Që është fare e thjeshtë. S'ka asnjë shkencë. Hiq qytetin dhe gjithë territori, por jashto çfarë ka e përsëris zonë të mbrojtur me ligj, është brenda kësaj pakete. Dhe jo vetëm që duhet bërë urgjent harta, por duhet ngrini një task force në çdo bashki. Një task force me 3 persona që të ndjekin këmba këmbës dhe t'i rrim pronto njerëzve që bëjnë shprehjen e interesit. Që t'ja u shpjegojnë, që t'i nxisin, që t'ja u lehtësojnë procesin, sepse, siç e tha ministrja, 500 parët që do marrin kontratën 10 vjet nuk do paguajnë asnjë lloj takse. 10 vjet. Asnjë lloj tatimi. Por duhet i ndihmoni që të jenë të 500 parët, nëse ata e kanë shprehur interesin. Duhet i rini pronto. Ministri i Pushtetit Vendor, siç e thash edhe në fjalën përpara asamblesë, po përgatit atë drafting për të përcaktuar grantin sipas performancës. Ndërkohë që ministrja po përgatit edhe ato dy kritere që do të vlejnë qoftë për ministrit, qoftë për institucionet e pushtetit qendror, qoftë edhe për bashkitë. Kriteri i parë, sa do kontribosh në rritjen ekonomike të vendit. Nuk mund të jenë të gjithë konsumator të rritjes. Duhet të jenë dhe kontributor në rritje. Nuk mund të jetë historia mblidh të ardhura nga qytetarët përmes taksave dhe pastaj shpërndaj dhe pastaj kërko më shumë nga të ardhurat, po duhet të jetë dhe krijimi i të ardhurave të tjera. Dhe bashkit duhet të jenë në pararoj për të krijuar të ardhura në ekonomi. Të ardhura që krijojnë rritje ekonomike. Dhe ky është një nga instrumenta. Rritje ekonomike në nivel vendor dhe pastaj të gjitha së bashku kanë atë kontributin e tyre dhe në nivel kombëtar. Dhe si do ndodhi kjo në qoftë se shprehjet e interesit për të investuar në territoret tuaja përballen me indiferencë dhe përballen me burokraci dhe përballen me vonesa me muaj të tërë kur ky instrument pritej prej jush dhe pritej prej qytetarëve me vite të tëra. Si do ndodhi kjo? Kjo nuk mund ndodhi, po qëse nuk punohet në këtë drejtim. Saranda ka detin, po Saranda ka edhe territore
rurale, Olti. Territore rurale me shumë potencial. Konispoli, po ashtu. Kryetari i Bashkisë Konispolit nuk duhet merret me një zjarfikës që jo hyrin punë, jo syrin punë, jo do hikësh, jo kush jam unë, jo kush je ti, po duhet merret me këtë instrument dhe me instrumenta të tjerë për të rritur ekonominë atje. Dhe kjo vlen për gjithë deri ke Benet Beci që ka qenë promotori i kësaj pakete dhe unë Shkodrën nuk e shoh këtu. Ke nis, po e kemi nis këtë punë bashkë kur ti nuk kishe mjekër, unë kisha, ti s'kishe. Tani ty mjekët është bësi unë dhe nuk ka ardhur akoma harta. Nuk ka ardhur akoma harta. Po, të paktën në këtë rast, edhe me Maliaj, edhe Fusharzi që janë këtu hudrat që na mbrojnë nga syri keq me lëkurën e tyre blu, nuk na kanë sjellë gjë, kështu që ju kanë shpëtuar nga vënia në pozitë shumë vështirë, se po të kishin sjellë ata pastaj do ishte problemi i madh, po as ata nuk kanë sjellë gjë, që tregon që si majtas si djathtas, kur shqiptarët flen gjumë. Zgjohuni nga ky gjumë edhe brenda muajit tetor duhet vinë të gjitha hartat. Flas për të gjithë ju që mund t'ja jap dhe në formë urdhërore, për ata që janë këtu dhe që nuk marrin urdhra nga partia jonë, dera është e hapur, sepse me kryetarin me Maliajt e kemi folur këtë punë apo jo. Ma ka shprehur potencialin e madh për këtë punë. Ke 5 muaj që ke paketën, edhe po jo, leje që ke bërë gabimin e Kuçovës. Po ty të paktën të falet se keni qenë të zënë me demaskimin e fartës zgjedhore. Tani fokusohet e puna. Ne jemi gati të mbështesim fuqimisht për këtë, sepse ky është interes kombëtar, është interes i të gjithë qytetarëve, këtu s'ka majt djath, se kjo është ndarje që nuk ka pikë rëndësie kur vjen puna tek puna. Kështu që ju lutem shumë, fokusohuni shumë fort në këtë pikë. Hartat, thjesht fare, pa asnjë komplikim, territore që nuk janë ligjërisht të pandërtueshme dhe që janë teritoret malore, teritoret rurale. Durrësi ka teritoret tëra që janë kodrinore, ku ka agroturizëm, e njëjta gjë vlen pa diskutim mbas edhe më shumë për Lezhën, se Lezhë nuk është Pirini këtu, po Lezhë ka edhe Alpe, i thonë ata, me gjitha Alpet i ka Beneti, po ata i konsiderojnë të tyret, edhe det e kështu me radhë. Pra, në të gjithë Shqipërinë është kjo mundësi për t'i dhënë një shtys më shumë turizmin malor. Këtu në këtë lokal që jemi sot, deri tani, nga 1 janari kanë hyrë 28.000 turistë të huaj. Këtu ishte një grop ish repartë ushtarak pas një lloj këmbë njeriu, po vetëm me rënoja, këtu është një zonë, një pikë që prodhon ekonomi. Dhe pikat të tilla mund ndërtohen në çdo cep të Shqipërisë, në çdo majmali. Se tani e kemi parë, nuk është diçka që thjesht e imagjinojmë, cili do që ka ndërtuar agroturizëm, cili do që ka hap derën e një shtëpie të vjetër në fshat, edhe në zona ku është shumë vështirë të shkosh, ja ka parë hajrin familjarisht edhe bashkë me të tjerë aty. Në pika ku përndryshe nuk bën sens të mendosh që mund të bësh sukses me bujqësie, sepse je shumë larg nga tregu dhe je shumë larg mundësisë për të krijuar masë kritike. Por ama të vjen tregu ty te dera atje të troket. Më dëgjon ti kryetari i Bashkisë Devollit. Tani mbyll edhe ato problematikat që kishe me karburantët. E ngatruan historira karburantesh. Stacionesh karburanti, jo karburanti kështu. Tani mbyll ato, je i lirë
Nuk po flas për Pogradesin, se Pogradesi është i zënë me teritoret e antikitetit thellë. Na dolin tani në fund që të gjithë fermerët e Europës origjinën e punës e pas kanë pas në Pogadec. Po mirë pra, atëre duhet vi harta për zhvillime rurale, se ke pasur adamin e fermerëve në Pogadec, tani duhet kesh investime në të drejtim. Këto kisha unë. Tani, nëse Majlinda Bufi ka ndonjë gjë për të thënë, jepja një qik mikrofonin, se nuk e përmenda Toskanën, se mu duk si lapsus i Ervinit që se ka shkruar këtu, se normalisht më mendoj që ti i ke sjellë të hartat. E vërteta është që nuk i kam sjellë. Dhe pa dyshim që... Po e autokritik, më. Pa dyshim që është autokritik jo vetëm për mua, por për gjithë ata që nuk i kanë sjellë. Nuk ka dyshim që do ta përmbushim atë deadline-in që ju vendosët. Sigurisht që është një mundësi shumë e mirë, jo vetëm për ne si kryetar bashkie edhe të vegjël, po në fakt është për gjithë qytetarët. Në fakt ne kemi filluar pak punën, por nuk e kemi finalizuar. Nuk ka vend për të thënë fjalë tjera. Ka shumë prishet. Faleminderit që nuk na kritikove hapur. Jo, sepse më kujtuan që ke bërë shumë punë dhe nuk desha të vërë në një rresht me të tjerë, me që dhe këta kanë bërë ato që kanë mundur. Po që ti të mbetesh në një rresht me Maliajin edhe me Fusharzin, kjo nuk më pëlqen. Kështu që ullu mos mendo përgjigjen tani. I tha, tek ai filmi, tha asnjëherë deri tani ta nuk ta thash që ishe kështu. Ma the tani, tha. Jepja pak ati miku tim nga Fusharz, jepja. Je pak. Faleminderit zoti kryeministër, edhe zonjën e falenderoj që na boni fare mbrojtje. Ne na morë seriozisht, është në mirën e komunitetit tona paketa. Kur zonja të mbron, do me thënë situata duhet tjetë e rënd fare, se ajo së mbron njeri gjallë. Në fakt, ne kemi një hap pas hapi, dhe në takimin e parë që shpreh për paketën, këto defektet e vogla nuk është pjesa vetëm të harta me në unë, është pjesa dhe... Ne ka të përgatit me në fakt me thonë drejten, po këto zonat infoja për zonat e zhvilluara, dhe me thonë, ato zonat që të përcaktoj e bashkia, nuk ka kënë 100% e sakt, se sa do t'jetë, ku do t'jetë. Pra, infot që kena marrë në nuk kanë kënë të mjaftueshme. Kurse aplikusit kanë qenë, dhe me thonë, masën jashtë zakonisht të kënaqshme. Po flasë për vetëm për bashkinë e Fusharësit. Kështu që, na mund të na bëjmë në gabim, po na folet, si na bashki të vogla pa përkraje kështu. Mund të na fol në gabim i vogël. Faleminderit. Tash ti dëgjoj. E para, ju falet dhe në një gabim më shumë sa që gabime sa bëni ju, por e madhe se u bë dhe i gabim tjetër. Po, ajo që the është thelbësore. Interesimi është shumë i madh. Edhe nuk e di eksakt sa shpreh interesi keni pas ju në bashkinë tuaj, me numër, por janë mira shpreh interesi në Shqipëri. Tani, këta janë të gjithë njerëz që në fund fare thonë na rrejt e Edi Rama. Kjo politikisht ty mund të të japi një farë optimizmi të përkohshëm, derisa të vinë zgjedhjet e tjera, po jo lokalet, se ato lokalet ngatrohen me ty ne. Po flasim për të përgjithshmen. Dhe hartat janë fillimi i punës. Normalisht, unë mendoj që udhëzimi mund ta ketë pas një problem, por nga ana tjetër, udhëzimi është lehtësisht i kapërcyeshëm me edhe ngritjen e telefonit, komunikimi me ministrin, për t'i sugjeruar diçka tjetër, dhe udhëzimi tani më është ndryshuar. Gjithsesi, udhëzimi dhe ashtu siç ishte nuk të pengon që ti të fusësh në zonën e zhvillimit, gjitha ato territore malore ku
nuk të pengon një ligj tjetër, siç mund të jetë ligji i zonave të mbrojtura, ku duhet një tjetër kanal, se dhe aty është mundësia, por duhet një tjetër kanal. Kështu që mos humbasim kohë me si qyshtek, prandaj e bëm këtë takim dhe prandaj po insistoj edhe në pranit publikut që të paktën ata që e kanë shprehur të interes ta dinë që pse po vonohet gjëra dhe ta dinë që nuk do ketë më vonesë të paktën në këtë fazë. Unë ju sugjeroj që të mos vi puna prapë për një vonesë tjetër, paralelisht me hartat, të cilat e përsëris bëjni fare të thjeshta. Mos rrini mos u nisni thjesht nga ku keni shprehje interesi, se mund vi një shprehje interesi nesër në një kodër tjetër që se ke përfshi dhe pastaj do t'i thush atij që shiko se nuk jetë e zona e zhvillimit, sa të bëhet harta, bëni të gjerë hartën dhe ngrijeni një task force me një herë që të merret personalisht me gjithë ata njerëz që janë interesuar. Jo të gjithë ata që janë interesuar do arrin deri në fund mbase sepse duhet bëjmë projektin ashtu siç duhet etj, por ama të gjithëve i duhet bërë hizmeti deri në fund duke i orientuar. Në momentin që do shpallet zona, atëherë ata do duhet të paraqesin kërkesën zyrtarisht që juve do duhet ta shpallni në faqen e bashkisë, në zyrat e bashkisë, me listë ku njerëzit e tjerë mund të vinë dhe të kontestojnë, në rast se dikush po pretendon diçka që s'është e veta. Kur mbaron edhe kjo fazë, emrat shkojnë në Këshill Bashkiak, Këshilli Bashkiak i miraton, pra del garant për ta, dhe në fund të ditës, ajo që marrin ata është një tokë aktualisht shtetërore, e paregjistruar pra si tokë private, me një kontratë që përkundër investimit bëhet toka e tyre. Dhe në rast se shfaqen konflikte në të ardhmen, ato konflikte i merr përsipër shteti. Pra në rast se mbas X vjetësh paraqitet një kushuri, edhe thotë shiko se ky ai problemin do ta ketë me shtetin. Shteti do ta ketë jo me personin. Pra gjithçka është hapur rruga plotësisht. Na duhet vetëm që ne të rrim mbi kokë, sepse ju e dini dhe skepticizmin që kanë njerëzit, duhet dini edhe se si me të drejtë me njëherë mund të dorëzohen se ja dhe kjo na thanë kështu, po s'qeka kështu, bëheni këtë task force-ën dhe ndërsa në qoftë se pastaj do ta përdorni këtë për të sabotuar qeverinë dhe për të sabotuar partinë që ju ka zënë rrugën e stini se si të, mos bëja si gjë se në rregull je, atëherë gjithë inatin unë e marr. Se kanë me ty thuje, Edi Rama ja fut kot. Zgjidhem mirë. Nëse mund ministër, vetëm një sqarim, sepse ajo çfarë është pozitive tani është që praktika është konsoliduar. 5 bashkitë e para tashmë dhe në fakt VKM-t janë gati, javës tjetër zonat të cilët janë propozuar nga 5 bashkitë e para janë zyrtarizohen me vendim të Këshillit të Ministrave, që do thotë më njëherë bashkitë mund të fillojnë punën me hapat e mëpasshëm, por ajo që do doja të nënvizoja është që ne kemi një grup pune, në fakt që disa prej jush e dinë shumë mirë sepse jeni kontaktuar. Ne kemi një grup pune që nëse është e nevojshme, grupi punës do të vijë në territor, në bashkim përkatëse, që të çojë këtë proces përpara. Por praktika është e konsoliduar, tashmë është e qartë rruga se si shpallen zonat prioritare. Fleksibiliteti është totalisht në dispozicion, po i quajmë bashkive apo kryetarëve të bashkisë. Prandaj unë besoj që nga pikpamja procedurale në këtë moment për shpalljen e zonave prioritare ne nuk kemi më pengesa. Udhëzimi është i qartë. Praktika është e konsoliduar, grupi punës është në dispozicion tuaj. Ju duhet vetëm të njoftoni mua personalisht apo agjencinë përkatëse dhe ne do të jemi totalisht në dispozicion të bashkive, cilat ne do t'ju shpërndajmë në fillim të javës edhe një model, kuptohet pa informacione specifike, po që secila bashki duhet ndjeki për të shpallur zonat prioritare. Prandaj unë jam i bindur që të gjithë kryetarët janë tashmë të ndërgjegjshëm për rëndësinë e kësaj nisme dhe besoj që dhe siç e përmenda edhe pak më përpara, platforma që tashmë deri tani ka ekzistuar ku janë mbi 4000 shprehje interesi,
Ajo platformë do të marrë një traj tjetër momenti që ne kemi zonat prioritare të shpallura. Në atë platformë do të jetë specifikisht çdo njeri që shpreh interesin do të futet, harta do të jetë e dukshme për çdo person që është interesuar dhe shef nëse territori ku ai interesohet është shpallur zonë prioritare nga bashkia dhe në pas e miratuar nga qeveria, ku ai vazhdon pastaj me dorëzimin e dokumentacionit për katës në këtë platformë e cila për secila bashki do të jetë akses në aplikimet që janë për bashkim për katëse, por patjetër dhe ne do të jemi ndjeni se ku aplikimet janë duke vajtur në territor dhe sa aplikime janë duke u zhvilluar në gjithë territorin. Po ashtu Ministria bashkë me agjencinë do të jetë që të jemi sinqertë në base do ju bezdisim që për çdo aplikim që bëhet në platformë ne do të tentojmë të komunikojmë gjatë gjithë kohës me ju që çdo aplikim të marrë përgjigje në një kohë të arsyeshme. Dhe t'i çojmë përpara në mënyrë që të ecim, sidomos në ato raste të cilat janë lehtësisht verifikueshme dhe të qarta ku shpreha e interesit është e bazuar totalisht edhe në kriteret ligjore për të vazhduar me investimin pastaj në territor. Tani bëni një llogari shumë të thjeshtë dhe shumë konservatore. Këto lloj investimesh mund të shtrihen nga, le të themi, 30.000 euro në 500.000 euro, në varësi nga projekti. Po ju marë jo 4.000, sa që tha ministri, po ju marë 1.000 nuk e arinë suksesin, po ju marë 3.000 aplikime që përfundojnë me sukses. Edhe po ju marë një shifër më të ultën e mundshme 30.000 eurot, që nuk diskutohet që do jetë shumë e lartë. Janë 90 milion euro investim. 90 milion euro. Po të mos jenë 30.000, po të mos marë 30 mishin, po të marë 300 mishin, si mesatare, bëni vetë llogarinë se sa shumë investim është. Dhe çfarë do të thotë për çdo lloj bashkie dhe për çdo lloj zone më të thellë ky lloj investimi. Dhe sa turist dhe sa vizitor do të sjellë deri atje që do të konsumojnë atje dhe rrugës. Dhe këtu si jemi vetëm në agroturizëm, jemi edhe në ferm, jemi edhe në projekte mikse me energji të rinovueshme etj. Prandaj ju lutem shumë fokusohuni në këtë instrument sepse do t'ju japi jashtëzakonisht shumë krah dhe nga ana tjetër mbi të gjitha është detyrimi që i kemi gjithë atyre njerëzve që duan të investojnë në tokën e të parëve të tyre. Qoftë ata që janë në qytet për të investuar në fshat, qoftë ata që janë jashtë për të investuar në vendlindje. O Gzim, po ti si më zhgënjeve sot? Është hera e parë që më zhgënjen, je legjenda e pushtetit vendor. Sa mandate keni? 7 apo 8? Ha? Je e pak Gzimim se ka 7 mandate, ti një mandat kjo ti ko ullu. Ti një mandate se ke mbaru akoma, ha? Në fakt 7 mandate ka Xhakov. Mbas mandatit 4 është vetëm kur e vendos ti të ikësh se të harrojnë aty njerëzit, nuk të lëviz më njëri, ja, 7 ka ai. Në fakt dhe ne kemi punuar edhe pse aplikimet janë vetëm 57 në zonën tonë, por nuk janë pak. Jemi duke përpiluar hartën, kemi patur një problem për të ndarë zonat e zhvillimit, pasi ka një shpërndarje në të gjithë zonën malore dhe kjo na ka bërë që të jemi çik. Duhet ta hapim 5 muaj tani. Nuk është për të justifikuar, por në fakt do ta bëjmë shpejt. Ti e di fjalën time, çka nuk bëhet për 3 ditë, nuk bëhet as për 3 vjet, kështu që 3 ditë kohë tani mbyllin këtë histori. Ja. Fakt
shumë nga ato që thatë ju kryeministër, veçanërisht për atë task force-ën, ndonë se nuk e kemi emërtuar të tillë, por ne kemi arritur që ti identifikojmë dhe ti kontaktojmë të gjithë aplikantët. Nuk është se kemi shumë, janë 71, por ama i kemi sqaruar. Po 71 në Skrapar është një shenjë shumë pozitive. Shumë e mirë. Sepse ata 71 në qoftë se do t'i rish mbi kokë dhe ju e keni bërë, jeni këtu, edhe bile në konflikt total interesi, ministrit ka vënd parin, Skrapari i pari, pastaj vin tjerët. Se Berati akoma s'ka sjell gjë. Se po t'ishe Berati, do ishe mbrava ti. Po 71 janë shenjë jashtëzakonisht pozitive. Ka shumë interes, por duhet dalë tek një problem që ndeshim disa nga aplikimet ose një pjesë shumë e mirë e tyre janë në malin e Thomorit, i cili është park kombëtar. Dhe ne si bashki ndeshim me një problem që ndërkohë që janë sot 19 kontrata që subjektet ndryshme kanë përfituar nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, paraqesin kërkesën e bashki për të pajisur me leje, është Agjencia e Zhvillimit të Territorit që le themi nuk po përdor një term, por na është bërë pengesë për shkak se nuk e meriton ata që quhet akti i konformitetit për projektet që ata paraqisin. Nuk është Agjencia e Zhvillimit të Territorit, sepse Agjencia e Zhvillimit të Territorit nuk mund miratoj asgjë që nuk merr miratimin nga Ministria Përkatëse e Linjës, se në Agjencia e Zhvillimit të Territorit ka bord, në bord janë gjithë ministrat përkatës. Agjencia e Zonave të Mbrojtura, ndërkohë që jep kontratën, ka parë dhe projektin dhe atë quan miratim që më ndihpset mua si bashki, Agjencia e Zonave të Agjencia e Zhvillimit të Territorit thot prit të shprehet Agjencia e Zonave të Mbrojtura. Ktu është kontradita. Tigu, e thash dhe përpara sa të jepje këtë shpjegim, dhe mirë që edhe sepse vlen dhe për tjerët, tek zonat e mbrojtura, në bas ligjit ne i kemi kategorizuar dhe përveç atyre zonave që janë në kategorinë më të lartë të mbrojtjes ku mund të bësh dhe asgjë, në pjesën tjetër, këto lloj investime që janë miqësore me mjedisin, edhe që promovojnë turizmin, janë të mundura. Por, është kanal tjetër. Pra nuk hyn tek paketa e maleve. Pra, në rast se do investosh në një zonë që është zonë e mbrojtur, do bësh një agroturizëm si gjithë të tjerët dhe do marrësh ato benefite që marrin dhe të tjerët, se faktikisht agroturizmi dhe kështu si që është pa paketën e maleve, është me incentiva fiskal të jashtëzakonshëm. Nuk ka asnjë lloj peshe bare fiskale. Zotë kryeministri, ky është një problem që duhet marrë zgjidhje dhe unë do kërkoja ndihmën e qeverisë edhe në përgatitjen e një plani për malin e Thomorit, posaçërisht për malin e Thomorit, për ta disiplinuar dhe për të bërë aty investime serioze, afatgjata dhe të qëndrueshme sa i takon turizmit, sepse edhe investitorët që kërkojnë të ndërtojnë ose të zhvillojnë biznes në parkun e Thomorit janë të tillë. Nuk janë, le të themi, thjesht një biznes familjar, shkon përtej kësaj dhe ne duhet i përgjigjemi atyre sepse sot për sot, përpos investimi që është bërë në rrugën automobilistike që çon atje apo furnizimin me energji elektrike, nuk ka asnjë gjë tjetër sa i takon infrastrukturës që është shumë e domosdoshme për të bërë biznese të tilla. Dhe unë do të doja për shembull që ai plan të përcaktonte ku mund të ndërtohet, çfarë tipologjie e ndërtimeve, nuk mundet që të themi këtu mund të bësh vetëm një strukturë druri dhe mjafton me kaq, sepse edhe kërkesat e tyre apo dhe kontratat që kanë marrë shkojnë deri në 30.000 metra katror, çka do të thotë që janë investime shumë serioze dhe ata me të drejtë kërkojnë tani një rrugdalje nga kjo situatë, cilët bashkia nuk di çfarë të... Do të thënë, është një problem që duhet adresuar. Tani unë me sa kuptoj nga mënyra si e zgjat ti, kuptoj që në këtë pikë nuk e rënë dakord me ministrin dhe drejtuesin e qarkut, se ky po më përshpërit që ky po e zgjat kot thotë se ky është problem tjetër. Po ja urdhë fus, shpjegoja. Tiku ta zgjeroj pas. Atëre, problemi që ngre kryetari i Skraparit është në fakt jashtë kontekstit paketës maleve, se flasim për kontrata qira-dhënie që janë dhënë nga zonat e mbrojtura, edhe ato variojnë me sipërfaqe të ndryshme dhe në fakt edhe
arsyeja që mund të jenë ato kontrata në fakt nuk janë dhënë kontrata për ndërtim pjesa më e madhe, por mund të jenë kontrata për shfrytëzim, për blegtori, për kullota etj. Me radhë. Është po flasim për diçka totalisht ndryshe, por me që përmendet zonat e mbrojtura do më duhet të bëj një sqarim. Paketa e maleve nuk është se i përjashton zonat e mbrojtura. Zonat e mbrojtura ka një ligj posaçëm i cili kategorizon zonat e mbrojtura. Në atë sens. Dhe edhe nëse dikush plotson kriteret ligjore, po ai territor, ajo pronë që ai disponon është brenda një zone të mbrojtur, patjetër hallkat të cilat do ndjekin procedurën pas, kuptohet që do trajtohet në bazë të ligjit zonave të mbrojtura. Nuk diskutohet që ne nuk e shkelim në asnjë rast atë çfarë është në fakt edhe pjesë e strategjisë së qeverisë shqiptare që ti mbrojmë zonat e mbrojtura, por aty ku ligji e ka parashikuar ku zhvillime të një tipologjie të caktuar mund zhvillohen, patjetër paketa e maleve aplikohet. Kështu që unë besoj që Dhe ka dhe një element tjetër që është shumë i rëndësishëm, Tigu, që ne kemi ndryshuar komplet qasjen në vitet e fundit, që çfarë është tokë shtetërore nuk jepet si që është dhënë më parë. Ne në fakt pak kemi bërë fare, pak në fillime kemi bërë nga tokë e kontra, nuk jepet një tokë shtetërore, po që se vetë shteti nuk është bashk aksioner, po themi. Përmes agjencisë, përmes korporatës shqiptare të investimeve, në rastet kur ka një tokë shtetërore dhe ka një interes zhvillimi, shteti futet si partner. Ama në rastet kur toka figuron shtetërore, por hynë të kategori që po diskutojmë këtu, e tokave që nuk janë regjistruar për shkak se nuk është pranuar 7501, po ndërkohë nuk ka konflikte mes kufitarëve, atëhere hynë formula e dhënjes, sepse ti faktikisht po jep tokën e ti. Ajo figuron aty në letra si shtetërore, sepse ai nuk ka marrë dokumentin. Gjë që nuk është rasti për pjesë të tjera, se këtu ka edhe pjesë, për shembull, së fundmi kemi zbuluar një operacion kriminal për marrjen e një sasie të madhe toke me dokumenta të falsifikuar dhe fal laboratorit policisë shkencore kemi provuar të gjithë falsifikimin. Dhe duhet ta dinë të tërë ata që vinë për të regjistruar me këto lloj letrash që do kalojnë nga policia shkencore dokumentat. Dhe për këtë rastin që po flas, do ta ndjekim deri në fund me prokurori, me gjykatën, me të gjitha çatjen, edhe pse pastaj kur vjen puna tek gjykata aty, siç e kemi vënë re, hasim me situata antishtet, akoma sot. Ku po vija, pash disa masa sigurie të gjykatës administrative për këto lloj, për këto ngrehinat që e zënjes hapësirave publike, që masa sigurie vitit 2019 dhe vitit 2020. Akoma në masë sigurie, ato rrinë atje, zaptus atje, dhe ndërkohë gjykata bën sikur si shef. Po kjo është temë tjetër. Tema këtu është toka që do të zhvillosh dhe për cilën ligji 7501 nuk të shkon, ose s'të ka shkuar për 30 vite, dhe për të cilën ke një plan investimi. Ky është thelbi i paketës male. Të tjerët, natyrisht, mund të investojnë edhe janë të lirë të investojnë, nuk diskutohet, po paketa është për të nxitur këtë lloj procesi në territoret e Shqipërisë që janë super atraktive dhe ku
faktikisht çështja e dokumentacionit është ende e pa trajtuar në mënyrë shtërruese. Këtë bëjmë ne me këtë. Për malin e tomorit nuk është vetëm që ti fole për njërën anë medaljes, është dhe anë tjetër medaljes që janë ato gurore dhe ato shfrytëzimet e tjera, që natyrisht kur njeriu shef gurore, thotë po pse unë do riskam vetëm dele, po bëj edhe një hotel. Por nuk duhet funksionojë eksaktësisht kështu. Po ideja për të bërë një master plan është një ide shumë e mirë dhe ne do ta çojmë përpara me agjencinë e planifikimit, sepse i duhet dhe një përgjigje, i duhet dhe një drejtim tërësor, një drejtim strategjik gjithas atij territori për të ruajtur atë që duhet ruhet dhe për të parë se çfarë mundësia është ka që pikërisht në funksion të ruajtjes të mund të bëhet edhe shfrytëzim i arsyeshëm i territorit. Po Drobulli pse nuk ka sjellë akoma hartën? Brenda 3 ditëve, ka vetëm edhe 3 ditë. Ma, them, rregull, 3 ditë. Ças bëhet për 3 ditë, bëhet për 3 vjet tu. Ose ças bëhet për 3 vjet, pastaj bëhet për 3 ditë. Kështu tani është ky 3 ditëshi. Duhet ta mbarojmë të punë. E dëgjova ti Klement? Si po? Po për shembull, ta kam thënë që kur jemi njohur bashkë, e kemi qenë në opozitë. Tani ti s'ke këshu se i ri, s'ke qime në mjekër, po në flokët ti ketë bardha. Tani, gjitha ajo gjë e bukur atje që e kem mbi kokë, po bëj një projekt atje. Po je duke u marë, po si je duke u marë, po. Je duke u marë, po nuk je Benjamin Batoni që shkon duke u bërë më i ri. Kështu që bëj një projekt. Brenda muajit do e fillosh. Ti po fillova të brenda muajit, të gjithë këta që janë këtu përfshirë dhe fusharzin dhe me malien do më mirë kuptojnë që të vim atje dhe atje do shkojmë në Tepelen, Tërmeti me dorën e vetë do ta heqë Ali Pashën dhe pa të hypur ty atje. Po e bërë ti brenda muajit edhe pa të hypur ty atje që të rish të paktën 5 minuta, edhe ne të gjithë të duhet të krasim 5 minuta rresht unë t'jap fjalën. S'lash të mbaroj. S'lash të mbarosh. E mirë. Monument s'të bëjmë dot, po pak të mbaroje. Fillon prokurimi. Që s'kan lidhje me tokën fare aty, as nga. Si lidhje persona që s'kan lidhje me Progadezën, se kuptoj. Ti e kosmopolit, nuk pa tjetër, por problemi është... Në toka shtetë, jo në tokat e atu që kanë prej ardhin e merat, që kanë dokumenta që s'kan pranua 7-5. Ajo është tem tjetër. Nuk hynë këtu atë. Jo, kjo nuk është thirrje që hajdeni se kanë dalë ca toka shtetë në përmale edhe shkoni kapin. Jo, nuk është kjo thirrja. Thirrja është kush ka tokën e të parve në përmale, ta marri ta gëzoj. Nuk është thirrja që nisurin në përmale. Ato janë proceset të tjera me të tjera kanale. Aty për shumë Bashkia e Progadesit mund ta bëj një projekt, jam serioz në këtë pikë, mund ta bëj një projekt dhe ta bëj një projekt si partner. Partner me një subjekt, apo me disa subjekte private, futesh në partneritet dhe siç janë, se Tund Kokë Vangjeli ka drejt, siç janë tërë bashkit në jugun e këtij rajoni të fshijët tanë, vëllezërit dhe motrat tona në Greqi, që janë bashkit partnere në shumë struktura që janë struktura mikpritje. Po bëheni një partneritet, futeni një bashkin në një punë që të nxjerrë edhe ca lek bashkia dhe jo vetëm lekët e shtetit, të buxhetit, të ardhurave, të taksave, të këtyre atyre, po dhe të prodhohen ca para, të gjenerohen ca të ardhura. Jo, tani nuk diskutohet që do ta mbyllim.